të kurti. Po pra, është inxhiniering, kjo është sistem, kjo nuk është më çështje aksidentale. Është sistem me të cilin luftohet, dehumanizohet kundërshtari, jo vetëm politik e partijak, po dhe ti si gazetari i lirë i Republikës. Gjyqtari i gjykatës kushtetuese. Një ditë vendimi është i mirë, ja gjykata kushtetuese është e jashtëzakonshme. Ditën tjetër që s'është vendimi i mirë, sulmi ndaj gjykatës kushtetuese, ndaj medias, gazetarëve, fjalës lirë, partive politike. Apo kuptoni që mendësia e përplasjes është aq e rrumbullakuar rreth një veprimi politik, që tani është domosdoshmëria jona, mos ta lejojmë të zërrojnë, edhe se ka zënë, por të mos zërrojnë në destabilitetin e Republikës, pra ta ndërprejmë këtë shmendurri, këtë marrëzi. Se mund ta destabilizoj edhe Republikën. Tani Kosova është e destabilizuar nëse se kemi kuptuar, sepse jemi me ushtrues detyrën në të institucione, çka më shumë duhet kemi. Çka më shumë duhet kemi. Shto edhe këto sulme digjitale, si po. Pra, përveç asaj që tani cënon integritetin e procesit zgjedhor, përveç se është mendësi politike, tani po prodhon edhe rezultatet dhunës. Apo kuptoni që tani po na shndrohet kjo dhuna digjitale në dhunë fizike, në skenën politike, përderisa unë edhe vi ose ishim sot në istok ball për ball me qytetar, tani dhuna prodhohet, sepse dhuna e folur dhe dhuna fizike për nga natyra janë dhunë të njëjta, është dehumanizimi i kundërshtarit çfarë ekziston. E përbes na s'kemi ku as vullnet më marrë me çështje të tilla. Sepse jemi këtu as për me ushtru dhunë, as për me mbrojt dhunës, as për me promovu dhunën, as për me investu në dhunë. Jemi me fol për një ambicie më të madhe për njerëz të Kosovës, për popullin tonë. A kuptoni çfarë probleme ka njerëz e vendit? Në programin Rruga e Re keni pasur dhënien fund të polarizimit shoqëror. Ajo ka qenë, domethënë, në momentin e parë që kemi vërejtur se polarizimi bëhet mjet ekzistencë, tani është më fakt, që është mjet ekzistencë, po tani ka dhe produkte që ka dhunën si produkt. Ne kemi provuar të argumentojmë si për nevojën e antidotit ndaj këtij polarizimi. Atkoh shumë pak njerëz e kuptonin për çka po flitet, sepse duke se ishte fillimi i polarizimit. E tani, ne do dalim me një program 100 pikësh shumë shpejt. Po, se deshta këtu, ju thatë se aq i madh është besimi ndërmjet jush sa as keni marrëveshje të shkruar. Jo. Çka kemi, çet një dorë kështu? Kjo ka qenë marrëveshja. Më shumë s'kemi nevojë. Kështu ka qenë. Kaq duhet. Për listën zgjedhore, po ashtu janë 5 persona në 20-shën e parë që kanë ardhur që ju ambashkuar ju, ose nga ish guxo ose guxo që ka të themi se tash po interpretohet ndryshe kush e ka themeluar dhe kush e ka regjistruar, pak është bërë mirë. Edhe pse asnjëherë se kemi marrë pjesë zgjedhje. Por interesant. Teknikalitetet, ka disa që kanë qëndruar me teknikalitete, po megjithatë. Ju e keni themeluar. Megjithatë, po natyrisht me krenarinë më të madhe. Edhe shumë ma shumë se sa vetë themelimi. Tash kush e dërgon aty dikush deri te KQZ-ja është çështje shqiptarake. A keni pasur dakordim për vendin listë dhe çka do të bëni, a keni dakordim për pika programore? Megjithatë, ju keni pasur një program, ju për shkak edhe të natyrës së presidentës keni dhënë dorëheqje nga subjekti politik dhe keni udhëhequr vendin, nuk keni pasur program partijak si do të harmonizoni, si do të duket kjo, si do të jeni ju si kryeministër i ardhshëm nëse merrni vota. Shqeqani, e para punës, ne jemi dakorduar për pjesëmarrjen në garë zgjedhore, për një bashkëpunim, cili në radhë të parë në kupton pjesëmarrjen në listën elektorale, por kjo është konkrete, diçka e prekshme. Dhe kemi pas dakordancë për përfasim proporcional brenda listës zgjedhore. Pra, për kandidatët e LDK-s, unë kam marrë propozimin nga dekët e LDK-s dhe i kam vendosur në atë listë, dhe për kandidatët që presidentja ka ardhur në listë në përfasimin e kësaj liste zgjedhore, ka vendosur presidenta e Republikës Kosovës. Në fund kemi bërë një listë të përbashkët për 110 anëtarëve. Në çështjet programore ne jemi